Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe ajo është asi i shpatës. Të dashur Luan, është kogja një letër e fuqishme, që ta them në përgjithësi është fillime të reja në mendim, vërtetësi dhe fuqi për të prerë përmes mjegullës, për të dalë aty në dritë. E vërteta është aty, të dashur Luan. Thjesht duhet guxim për ta përballuar dhe për ta thënë. Mesazhi këtu është koha për qartësi, të dashur Luan. Mos u fshih pas fjalëve të buta ose dyshimeve. Fol, vendos dhe ndërmerr veprime të drejta për drejta. Thuaj të vërtetën edhe nëse është e vështirë. Mos u trem të marrësh vendime të forta, fuqia është me ty, ose ky letër shpesh shfaqet kur mendja ka nevojë për pastërti, ose kur dikush duhet të shpoj një iluzion për të parë realitetin, të dashur Luan.